Janë hapur aplikimet për skemën kombëtare të mbështetjes në bujqësi për vitin 2026. Programi synon të mbështesë fermerët shqiptar, rritjen e prodhimit vendas, formalizimin e sektorit bujqësor dhe zhvillimin e qëndrueshëm të fermave në të gjithë vendin dhe konkretisht në qarkun e Vlorës. Skema kombëtare mbështetjes përfshin 9 masa direkte subvencionimi dhe 3 masa investimi, të cilat do të vijnë në dispozicion të fermerëve dhe subjekteve të interesuara. Masa direkte të mbështetjes përfshin tufën bazë të matrikuluar të gjedhit, tufën bazë të matrikuluar të timtave, mbështetjen për mbashtrimin e bletarisë, tufën bazë të matrikuluar të dosave ose paradosave, kontrollin biologjik të dëmtuesve në sera dhe tunele plastike, fermat organike, implementimin dhe certifikimin, mbështetjen për sipërfaqet e mbjella, riprodhimin e peshkimit në ujërat e brendshme. Ndërkohë në kuadër të masave të investimit, fermerët do të mund të përfitojnë mbështetje për fermerët e rinj, ndërtimin dhe rekonstruksionin e stanëve, si dhe blerjen e pajisjeve, makinerive dhe mjeteve që synojnë mekanizimin dhe modernizimin e proceseve të punës në bujqësi dhe blegtori. Drejtues të Agjencisë së Veterinarisë në Vlorë, si dhe sektorit të bujqësisë, thonë se kjo skem përbën një tjetër hap konkret në mbështetjet e sektorit agrobujqësor, duke nxitur rritjen e konkurrueshmërisë, standardet e prodhimit dhe zhvillimin ekonomik në zonat rurale. Aplikimi për përfitimin nga skema kombëtare 2026 kryhet online përmes platformës e-Albania.